Tronditse shuhet familja, prindrit vrasin 2 djemtë e tyre me autizëm dhe më pas i marrin jetën vetes. Një ngjarje rënd ka tronditur Australinë Perëndimore pasi 2 prindër me 2 djemtë e tyre adoleshent me autizëm janë gjetur të pajet brenda banesës së tyre në një lagje elitare të Perthit. Trupat e pajet të Xharot Klum, 50 vjeç, dhe Majwena Gasto, 49 vjeç, si dhe të djemve të tyre Leon, 16 vjeç dhe Otis, 14, u gjetën në shtëpinë familjare në Mossman Park. Të 2 fëmijët vuanin nga autizmi i rënd dhe ishin jo verbal, shkruan The Sun. Shërbimet e emergjencës u njoftuan rreth orës 08:15 mëngjesit të së premtes nga një punonjëse kujdesi e cila vizitonte rregullisht familjen, por nuk kishte arritur të kontaktonte me ta. Ajo gjeti pranë banesës një shënim paralajmërues që këshillonte të mos hynte brenda dhe të udhëzonte që të njoftohej policia. Brenda shtëpisë, policia gjeti të pajet 4 anëtar të familjes si dhe 2 qenë dhe një mace. Autoritetet thanë se vdekjet nuk dukeshin të dhunshme dhe nuk janë përdorur armë, ndërsa trupat u gjetën në pjesë të ndryshme të banesës. Të shtunën u zbulua një shënim i dytë që besohet të ketë qenë një letër e cila ndihmoi hetuesit të arrinin në përfundimin se bëhej fjala për një vrasje të 2 fish të ndjekur nga vetvrasja. Sipas mediave lokale, letra përmbante edhe detaje mbi planifikimin e financave të familjes, duke sugjeruar se prindrit kishin vendosur të jepnin fund jetës së bashku. Detektivja e policisë në detyrë e policisë së Australisë Perëndimore, Jessica Securo, deklaroi se nuk ishte asnjë histori të raportuar më parë për dhunë në familje. Ajo është një ngjarje tragjike dhe shkatërruese ku një familje ka humbur jetën dhe ndikimi do të ndihet në të gjithë komunitetin, tha ajo. Sipas policisë, të 2 djemë përballeshin me sfida serioze shëndetësore, ndërsa besohet se familja kishte humbur një pjesë të financimit shtetëror për mbështetjen e njërit prej fëmijëve me aftësi të kufizuara. Leon, Otis dhe baba i tyre kishin ndjekur më parë një nga shkollat private më prestigjioze në Perth. Mediat raportojnë se Otis ishte përjashtuar nga shkolla 2 vite më parë pas një incidenti, ndërsa një mësuese ka treguar se prindrit ishin të përkushtuar dhe të dashur, por të raskapitur nga mungesa e gjumit, pasi fëmijët nuk flinin gjatë natës. Ajo shtoi se prindrit kishin kërkuar ndihmë profesionale në mënyrë të vazhdueshme, përfshirë terapi dhe konsultime dhe jashtë shtetit.